si do jetë marrëdhënia e SPAK-ut me mazhorancën kur dije që Rama fitoi 83 mandate edhe një mandat I duhet që të ndryshoj kode të rëndësishme që mund të ndikojnë dhe në punën e SPAK-ut. Pasur parasysh edhe që mandatet e prokurorëve special ju mbarojnë pas 2 vitesh. Rama s'ka marrë 83, Rama ka marrë 86, no? Janë edhe 3 të doshi, po thjesht si PS. Dakor, pra, po janë 83 sigurta, janë 86 po aq sigurta. Janë edhe 4 votet e tjera pastaj të këtyre që kanë hyrë partitë e reja që padyshim I mbështeten kësaj sepse asnjë nga këta partitë e reja gjithmonë kanë dalë me teorinë që ne mbështesim SPAK-un, po gjithashtu edhe brenda grupimit të Partisë Demokratike apo të koalicionit janë individ të cilët nuk kanë dalë ndonjëherë kundër SPAK-ut. Domethënë kundër, unë nuk kjo fjala kundër vëshi që keqe, po nuk kanë dalë ndonjëherë për të sugjeruar apo për të thënë që pse SPAK-u s'ka bërë këtë apo ka bërë këtë dhe ne po e mbështesim, po gjithmonë kanë dalë ne jemi për SPAK-un, ne jemi në mbrojtje të SPAK-ut, duke filluar që tabaku, Gazbardhje, kompani që janë këta kompania e ardhur e emëruar nga e afruar dhe e bashkuar me PD-n vetëm se morën nga I post. Pra, këta nesër ngren karton Nikolaj, Rama nuk e ka të vështirë këtë. Problemi është që Rama në momentin që Trumpi dha një sinjal dhe e hoqi fondet për vendet e lindjes kryesisht, këta u kënaqën si Rama si Berisha u kënaqën të dy dhe thanë që SPAK-u do hiki tash nuk ka më, Rama doli deklaroi që nuk ka më, Berisha dihet që është kundra SPAK-ut. Me ardhen e FBI-s pastaj rikthimin e tyre të dy filluan të ndryshojnë dhe Rama, sidomos Rama filloi të ndryshojë shumë duke treguar që ne e mbështesim, ne e bëm, unë e kam bërë, unë e mbështes, unë e bëj. Dhe kështu që nuk shoh ne rrezikshmëri të madhe për sa I përket votimit për shtyrjen e mandatit të SPAK-ut apo veprimeve që do bëj SPAK-u. Ajo që është më e keqja është që SPAK-u vazhdon të mbetet si duket viktime e kryeministrit. Dhe të bëm përshtypje që një heshtje totale e SPAK-ut në fushatën elektorale ku kishte shumë për të bërë dhe për të vepruar, nuk veproi. Edhe pas votimeve, po të njëjtat gjëra kemi, një heshtje prap të SPAK, duket që ka një komand dhe pritet, unë më tepër e shoh që pritet ai reagimi, po themi, përfundimtar I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse 3 raporte që ka sjellë deri tani ambasada amerikane të butuara në faqen e saj zyrtare janë raporte katastrofale për Shqipërinë. Kur them për Shqipërinë, domethënë nuk përjashtoj as opozitën në këtë rast. Të dyja, por sidomos Rama e ka shumë të rëndë se është hera parë që ambasada amerikane uron vetëm nëpërmjet ajo përcjell gjithmonë Departamentin e Shtetit, por më për shkurtimisht ambasada amerikane uron vetëm popullin shqiptar. Dhe nuk uron fituesin, por nuk thot dhe asnjë fjalë të vetme për humbsin. Pra këtu të lënë tash ishte goditje për të dy. Për të dy palët, unë e shoh politikisht dhe diplomatikisht. Ashtu siç kam parë kur Berisha u bë non grata, kur asnjë nga këta që janë të mandatuar, qoftë me mandat deputeti apo qoftë edhe me mandat partie nuk guxonin të dilnin dhe të bënin të jepnin opinionin e tyre për non gradën e Berishës. Unë deklarova atëherë që Shtetet e Bashkuara kanë bërë një goditje politike dhe diplomatike me non gradën e Berishës. Dhe fakti tregoi që kjo ndodhi, që bëri goditje politike dhe diplomatike
jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, edhe në Ballkan. Kështu që sa duket Rama po lëviz të gjithë gurët për të marrë një okay nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi e di shumë mirë që Europa sado të bëj nuk është e aftë as ta mbroj, po as ta lëshoj. Në të dyja rastet Europa nuk e ka atë lloj fuqie. Fuqinë e kanë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse ata do të ta konfirmojnë zgjedhjen dhe të ta urojnë Ramën për fitoren, çdo gjë pastaj është mbyllur. Europa mund të flasë ditën e natën çfarë dojë ose bëhe o dire çfarë janë këta, nuk kanë forcë për t'i dalë kundër asaj çfarë deklaron ambasada amerikane në Tiranë. Kjo është taksative. Se kështu ka ndodhur gjithmonë. Dhe Spaku në këtë pikë shoh tash. Spaku si duket po pret atë pjesën që nga do anoj peshorja. Do anoj nga Rama apo do jetë kundra. Dhe nëse del kundra Ramës, do thotë se Spaku do veprojë si dosit i ka gati, nuk është se nuk i ka gati. Aty i ka gjitha dosit. Për çdo deputet, për çdo ministër apo ish-ministër, për çdo përfaqësues shteti shqiptar dosit i ka gati, i ka të mbyllura. Spaku le të flasi, le të thotë çfarë do, jo edhe ndaj Ramës? Urdhro? Edhe ndaj kryeministit Rama? Patjetër, edhe ndaj kryeministit Rama. Po pse deklarata që bëri Spaku ishte normale, deklarata që bëri Spaku për të vllain e Ramës? Mos ishte gjë normale. Që del Spaku pas një lloj motivi, del edhe thot ky nuk na duket sy ky, po ne po vazhdojmë me timin. Si po vazhdon timin nëse s'është ky? Pyetja më e thjeshtë. Do të thotë se një lloj shantazhi apo? Jo, kjo është që tregon që nëse më luan unë Unë kam dosjen, po, e kuptoj. Bravo, unë kam dosjen, tash nëse ti do më luash, unë do të ta hap, sepse këtu në Shqipëri kjo ka ndodhur që këta janë nuk janë politikan, prandaj them këtyre hyeni para politik, sepse këta mundohen vetëm me shantazhe, me pazare, ma jep këtë ta jap atë, mos ma nxjerr këtë, unë do të nxjerr këtë, bëjmë pazare njëri me tjetrin dhe këta e quajnë politik pastaj. Po kjo s'është politik, sepse është e lexueshme dhe ajo që unë e kam parë te Spaku dhe kam bërë edhe një status, madje një shkrim tjetër për Spakun pikërisht për këtë. Sepse kryetarja e BKH-s së Spakut, zonja Hajna, ka bërë një denoncim në Amerikë në ndor të 2024-s dhe çuditërisht në zgjedhjet që do bëhet, ajo skualifikohet. Megjithëse është drejtues aty, i kanë gjithë dokumentat aty, del Spaku tani thotë nuk i ke sjell dokumentat në orarin e caktuar, në ditën e caktuar. Kupton pra, unë e shoh që me qenë se ajo ka çuar dokumente të rëndësishme, me që janë dhe një nga gjërat më kryesore të asaj çfarë është thënë apo çfarë ajo ka deklaruar është që vartësia e Spakut nga Rama vetë, personalisht nga Rama, ku deklaron edhe sipas burimeve të cilat nuk janë zyrtare, patjetër që janë zyrtare, se unë s'kam si marrë zyrtare, por burimet që unë i kam sigurta, që thonë që edhe se kush do hyje, kush do dali nga burgu e vendos një marrëveshje ndërmjet Spakut edhe Ramës. Dhe kjo është shumë e rëndë për Shqipërinë. Sepse edhe dosja me kjo është një denoncim që ka bërë Aida Hajna në SBA, apo? Bravo. Po, bravo, kjo është. Dhe Aidën çuditërisht e skualifikuan pra. E skualifikuan Aidën pra, kryetarin ta skualifikosh pse nuk ke sjell dokumentacionin në kohën e dur. Ajo është kryetare, është në detyrë. Ajo aty ka dokumentacionin ai ka institucionin. Po pra çfarë dokumentacioni kërkoti? Ti ke aty. Pa ishte një paradoks. Pra kam filluar dhe ajo pikërisht këtë thoshte. Dhe me veprimin që bëri Spaku e vërtetoi deklaratën e saj apo thënit që ajo ka bërë, se ka quajtur një dosje shumë të madhe ajo. Dhe
do me thënë, komandimin që Rama i bën Spaku. Pra, këtë dua unë do vej, këtë dua unë do heq, atë që ka fillu dhe me gjykatën kushtetuese. Këtë të heqim se jo po si me i maro mandati kësaj se është zëvendësuese, sepse jo, po nuk e ka 9 vjeçar, po e ka 3 vjeçar, e kupton, për të zëvendësuar dhe për të vendosur njerëzit e tij. Pra, kjo tregon katërcipërisht që Rama i ka kap gjithë pushtetin. Dhe Spaku me heshtjen e vet dhe mos veprimin e vet, unë thash, ndoshta të duket i çudi, po ka rrezik do vi moment pastaj sepse dhe ata që kanë financuar Spakun, domethënë Amerika, që ka financuar Spakun, nuk ka për t'i lënë që ti hedhë ato lekët i hedhin në erë. Edhe të tallet dikush aty brenda, apo në tërsinë e tyre të tallen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harrojmë se këta kanë vajt, ju e besoj e keni përcjell që këta kanë vajt edhe prokurorët edhe gjyqtarët kanë vajt në Amerikë. Kanë bërë dhe trajnime, kanë firmos në Amerikë. Çka kanë firmos ta? Atje në Amerikë. Deklaratat pra kanë firmos. Kanë firmos deklarata për të goditur. Nuk kanë firmos ta deklarata për të mbajtur mbyllur, për të mbajtur zyrtar. Dhe çuditërisht tu na dalin të gjithë deklaratat që këta kanë firmos atje që janë të përkushtuar, se gjitha të rrogë që marrin, për çfarë marrin ato rrogë? Marrë 7 milion muaj në Shqipëri është jo, nuk e di, jo luks, s'mund ta quaj luks. Po nuk di se s'di me këtë krahasoj, me një vend kaq të varfër si Shqipëria. Të marrësh ti $7.000, 7.000 milion lek në muaj, dhe mos bësh asgjë. Dhe shqiptarët në përqindjen e tyre janë më tepër pro Spakut, nuk e pritur se po bën një gjë. Po nëse ti atë 5 dën që u bë gjitha e gurgule, ma dëno mu me punë detyruese, po qa letrash më ke bërë ti mu, po qa arrestonte? Për punë detyruese? Më duhet më fare, mos e arresto fare. Kush janë asetet që ka marrë Spaku? Mori këto fasonerit dhe tash nga Ministria e Mbrëmshme ja kalon Ministrisë së Ekonomisë, të shesin ata, të blejnë po ata që ja u kanë marrë. Tash, qofse prandaj ta thash, nëse Amerika pranon që lekët e saj të ikin kote dhe këta mos bëjnë as punë, vetëm pasurohen me lekët e tyre, le t'i marrin. Është drejt atyre. Po unë them që Spaku të gjitha dosit i ka gati, i ka të bëra, nuk do bëjnë gjë të madhe. I ka të bëra. Spaku ka vetëm disa konfirmime që duhet të konfirmoj. Dhe akuzat që bën zëvendës kryeministri, apo ministrat e tjerë, apo ata që kanë, nuk di, domethënë këta punonjës, është pak sa e çuditshme. Unë kështu e shoh paktën.